Nuk ka qenë një ditë si gjithë të tjerat, kjo e premte për Martin Bërthamzën, i cili u bllokua nga policia kufitare e Malit të Zi, ndërsa tentonte të kalonte drejt shtetit fqinj, ku për disa vitesh ka arritur të gjejë punë të ndryshme kryesisht në mirëmbajtje. Me biçikletën e tij, ai nuk arriti të shkojë drejt vendit të punës, ku çdo ditë ka mundur të sigurojë 20 deri në 25 euro, me të cilat mban 8 pjesëtarët e familjes, por më shumë se sa kthimi. Atë e ka irrituar sjellja e policisë malazeze në momentin që i ka dorëzuar kartën e identitetit dhe i kanë kërkuar si garanci kalimi 200 euro. Don 200 euro në portafol, në 200 euro si kena të shtëpia. Ku të marrën 200 euro? Ktheu dhe rrahi kartën kështu. Po të ishte amerikanit, nuk e rrah kartën. E ja e pendor, urnoj thotë zotni. Edhe e respekton. Na, ma kesim vjen për kartën, se jam shqiptar, është karta e Shqipnisë, është flamuri i Shqipnisë ndo. Po kështu kthyen edhe një tjetër, kishte 100 euro. S'kishte 200 euro ktheu. Pas publikimit të lajmit në media, këtë të premte vetëm 2 shtetas janë kthyer pasi nuk kishin paratë mjaftueshme në portofol. Të tjerë të përgatitur nga kthimet e mëparshme nuk kanë hasur probleme. Kjo kërkesë e re e palës malazeze në doganë e Muriqanit vetëm në javën e fundit ka penalizuar rreth 100 shtetas shqiptar, që kanë arritur të sigurojnë një punë për të mbajtur familjen në shtetin kufitar. Pritet që kjo çështje të ngrihet edhe në kuvendin malazez, pasi partitë shqiptare janë njohur me problemin në fjalë dhe kanë përgatitur propozimin, që me ardhjen e sezonit turistik të hiqen fare kontrollet në pikat e përbashkëta kufitare Shqipëri-Malizi.